Shifrat e obezitetit në Shqipëri kanë tendencë të rriten gjithmonë më shumë. Studimet e fundit tregojnë se afro gjysma e shqiptarëve janë mbi peshë, ndërsa 1 në 4 të rritur janë obez. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik thonë se obeziteti pasohet nga një sër sëmundjesh dhe gjendje shëndetësore jo të mira. Obeziteti po luan një rol të rëndësishëm edhe në rritjen e sëmundjeve kronike jo të transmetueshme. Mjafton të përmendim këtu sëmundjet kardiovaskulare, diabetin, që për fat keq po e ndeshim edhe në moshat e reja dhe në mosha më të vogla, pikërisht diabetin e tipit 2, pikërisht si pasojë e instalimit të obezitetit që në moshë të vogël. Po për fat keq dhe sëmundjet e kancerit, mbi 13 tipe kancerësh janë pasojë edhe e obezitetit. Dietat e pashëndetshme dhe mungesa e aktivitetit fizik janë faktorët kryesor të obezitetit që nis të instalohet nga fëmijëria e hershme. Instalimi i zakoneve të shëndetshme, jo vetëm ushqyese, por edhe të stilit të jetesës, që do të përmendja këtu edhe të qenurit aktiv. Domethënë ne duhet bëjmë shumë edhe për sa i përket të qenurit aktiv të fëmijëve tanë. Përfshirja në sporte, në lojra të lira, në mjedise të shëndetshme, në ajër të pastër, të gjitha këto duhet korrelohen me njëra tjetrën në mënyrë që ne të shmangim i peshën sot, por të mundsojmë edhe të rritur të shëndetshëm nesër. Studimet e kryera nga specialistët e ISHP-s kanë nxjerrë në pas se obeziteti ndikohet nga shtatzania, kozgjatja e saj dhe pesha në lindje, ndaj edhe kërkojnë që përkujdesja të nisë që në këtë fazë.